Në Gjergj Marku këtu, Gjergj, na lodhtu. Jemi sot tek kisha e Zojës, në Përlat, dhe mu me lidh një diçka shumë e fortë me këtë kishë. Përveç se tu është njëri ndër famultarit e kësaj kishe do Margbiva që e kanë hapë shkollën e parë shqipe. Në dimrin e vitit 1914, kur Esat Pashtoptani dogji gjithë shtëpitë e Kryzezit, familja Hasaneve dhe Dom Nikol Kaqori e kanë stërhuar gjithë fshatin tim këtu në këtë kishë dhe tek fshata të rrethana. Ja tregova dhe Gjergjit, është një gjë jashtëzakonshme dhe mua më lidh diçka shpirtërore jashtëzakonshme, sepse kjo ka qenë mbrojtje dhe shpëtim për gjithë fshatin tim, për gjithë familjen tonë, kryesisht nga pushtuesit e Ushtë dhe pushtuesit e Huj. Por unë duhet i falenderoj gjithë ta familjet. Motra gjyshme përmend një familje Hasani, të cilat unë do të interesohem të pyes, por që kanë ta familje këtu afër, e kanë mbrojtur, e kanë ushqyer për 3 muaj dhe pastaj kanë përcjell drejt në Kryzez. Shiko, kjo është kishë shumë e rëndësishme, tha Dom Gjergji, nga Zoja e Shkodrës, pra Zoja e Këshillit Mirë, dhe Zoja e Këshillit Mirë këtu, në Trojës. Dhe është shumë interesante si kishë edhe si histori. Tu ka patur edhe qelën, ka qenë dhe qela. Po, kjo këtu ka qenë qela. Dhe tu ka qenë dhe prift Gjerman, që është i përmendur, edhe priftrin tjerë domethënë. Tani e rëndësishme është kjo, që sot ndodhi një gjë shumë e veçantë në turizmin regional dhe në shtetimin pelegrinimit. Ne flasim gjithmonë për pelegrinimin. Kisha e Mirditës përgjithsisht është një kishë që ka qenë dhe tempulli i shenjtë, por dhe tempull kulturor, edhe tempulli i dijes. Etj. Për shembull këtu, edhe pse në kohë komunizmit, faktikisht për fatin e mirë nuk u bë magazin, por u bë shkollë, pra ka gjë. E përmeni një mbesh edhe fatësjellse. Pra fatësjellse, pse në fund u bë shkollë, okay. Tani kjo është në rënoja. Po janë rënoja që flasin. Domethënë kjo e rëndësishme tani është që vetë fshati ndërgjegjësor, përderisa sot kemi një shtetim biblik, pra që nga Zoja e Shkodrës, përmes ullës madhe, dhe bëhet si thush me shenjat, pra zakonisht shenjat e shtigje turistike kanë kodet e veta. Kësaj radhe kemi disa kode veçantë ku është Zoja, dhe janë bërë shenjat prej atje, Ermal Duga me Edmond Kosin, që i kanë bërë në mënyrë perfekte dhe janë bërë prej atje deri këtu. Pra tani si thush më themi është ulla e Zojës, se ajo kjo miksohet me ullën e madhe, pra ka një lloj miksimi. Ka një lloj miksimi sepse kështu kanë qenë të parë tonë. Domethënë, ishte ulla e madhe, pastaj derivonin rrugët e dyta. Për shembull nga shkalla e madhe që është në Shpal, zbritte poshtë, pra ajo vazhdonte për shku ke Abasia Roshit, ke Selia Kapitanore dhe në Namshet ke manastiri aty dhe shkollë për Prizren. Ndërsa një pjesë tjetër, rruga tjetër ka qenë tu, që vinte kalonte nga Bugli, dhe shumë interesant, se ka gjithanë kisha. Pra kemi parashikoj nga kisha e Shpalit, po edhe më para, që nga Vigu e tjerë me radhë, si thosh janë vendet e shenjta që kanë qenë, se kanë qenë buz rrugës, dhe kjo pra ne e bën të veçantë. Dhe kjo duke kaluar nga gjëra tjetër interesante, kalojnë fjala vjen në përvende që kemi shumë trashëgimi. Kemi trashëgimi arkeologjike që nga Kastri, nga tumat i lire të Kalorit. Dhe gjithë pjesa tjetër kemi historitë mesjetare që me urën e Vallut Madh tjetër. Shpali si qendër administrative me kështu. Vjen pastaj një nga nekropolit më të mëdha shqiptare që është Bukli. Dhe pastaj vjen e kalon në sipër Shebes, ke Mrizat e Shnapremtes, dhe pastaj vjen këtu në Trojë. Pra, është një rrugtim që unë besoj se edhe në Ballkan duhet jetë i rrallë. Unë kam thënë në mendimin tim si kulturolog, kam thënë dhe si person që jam marrë me turizmin, kam thënë po, okay. Por kemi udhën e Çart Bajronit që e ka bërë rëntare, pra dhe e bëjnë me kuaj atje. Dhe është bërë. Pastaj u vun në plan edhe via Egnatia. Po via Egnatia sidoqoftë ka interferim me rrugë moderne. Kjo nuk i ka interferim me rrugë moderne, kemi vetëm një pjesë me rrugë. Pra është shumë e veçantë. Është habitati i hershëm. Dhe ky habitat, ndaj kjo rrugë është shumë e veçantë. Dhe unë mendoj që këto ishin pelegrinët e parë që erdhën këtu, dhe ashtu më tepër me Pal Dodën, që mund pëlqeu shumë me doktor Pali, 70 vjeç dhe ishte me shallën ku ka prit Papa Franceskun. Dhe gjëja shumë e veçantë është sepse a ditë që kanë rrujet ati i shenjtë, a ditë ky ka pas pagëzimin e nipit dhe është shumë e bukur se i ka vënë emrin Francesku, emrin domethënë nga Laerti aty ai emri i pagëzimit Francesku. Pra shiç çfarë ndodh, është se nuk vijnë gjërat rastësisht, edhe Zoti nga i herë e bën përkimet e duhura. Gjatë predikimit edhe Dom Gjergji na tha që Zoja e Këshillit Mirë çfarë është kuptimi i saj? Dhe është bëni çfarë u thot ai, bëni çfarë u thot Jezusi. Këshilla e mirë. Okej. Atëherë kjo do. Dhe unë një gjë shpresoj. Shpresoj që kjo të bëhet. Edhe unë besoj që do ketë iniciativa për ta bërë, dhe unë besoj pas ti pelegrini, pas çfarë gjë të bukur
do ketë njerëz që do të jenë shumë të interesuar për të aborte, dhe ajo që unë për shembull kam vetëm një gjë të veçantë për të thënë. Unë imagjinoj këtë që të ruhen tërësisht siç janë këto Brinjat, pemet, po selvijat. gjithçka të ruhet kështu, edhe mundësisht të bëhet edhe duke mbyll pak me xham e gjëra do të ishte një nga arkitekturat shumë veçantë siç është Murizizana. Unë jam sugjeruar miqve të mi, po jo sugjeroj edhe publikisht, që të merret ai modeli i kull Arnume. E do ishte kisha Arnume, do ishte i gjanë pandaj kisha Zoes Arnume, do mënë që e marrë historinë përmes moranave që ka kështu, ama bjen edhe gjane tjetër të bukur që është e kohës. Të falenderoj, dhe gëzuar të javën e pashkë dhe po sot jemi në ditën e Zoes. Gëzuar. Faleminderit.